lirë, në qoftë se ne nuk marrim anë ndërgjem për të kuptuar që ti merr kuptim me tjetrin. Shiko, e kam pas shpjeguar dhe studentëve këtë po të them. Robinson Crusoe, di pse është i famshëm, shumë si deri në momentin që ai ishte i vetëm në ishull atje, u mësua me gjujt peshk. Kur u trondit ai? Në momentin që pa i gjurmë. Në momentin që pa i gjurmë filloi duke menduar, është burr, është gru, është i bardhë, është i zi, do mbrasi, do e vras, do më kuptoj, do e kuptoj, do më dashuroj, do e dashuroj. Bëri 10 pyetje. Pra ti merr kuptim me tjetrin. Ti e qenë shoqërore. Ti fillon funksionon kur je përballë tjetrit. Dhe këta njerëz që kanë harruar që tjetri është shumë i rëndësishëm, komshiu, kushëriri, shoku bankës, shoku lagjes, tjetri. U them çuna vetëm këtë. Qëse s'ke kuptuar shokun e bankës, shokun e lagjes, komshiun, kushëririn, s'ke për të kuptuar veten tënde. Dhe unë po them që të shkojmë drejt kësaj pike dhe unë falenderoj që e nisë sepse mund të ketë shumë njerëz që edhe jam i bindur që do vishte te kjo ideja ime, domethënë që po shkum te koncepti që të jetë vetëm ai shqetësimi, hajde ta zgjidhim. Unë të kam parë që ti je njëri i angazhuar, njëri që i thu të vërtetat, njëri që i thu gjërat, njëri që i ke thënë ke pas Brian ti thush edhe atëherë kur flisin njerëz. I ke thënë dhe më vonë. Ke natyrën tënde. Ke gjithë ke ndërtuar profilin tënd të gjithë për shkak kur vi puna, kur thon kush është Liri Demalia e din. Njoh shumë pak njerëz në Tiranë që kur i thuaj emrin nuk përfaqëson asgjë. Pra, në këtë raport unë mendoj që për saksi fetare, mund të pyesësh ndaj hoxhës, ndaj prift merri kur duhet se do jetë shumë interesante dhe bëj pyetje se janë interesante. Ajo që unë mora nga ty është që këto kambana dhe këtu në zëri hoxhës duhet jetë më shumë brenda robit dhe ato duhet din të deportojnë. Kishte shumë ideja që sheshit ishin plot, mund të tregoj që ka një zgjim. A di atë them vetëm ndryshim të madh. A më mend ti dhe unë, ka një zgjim për problemet e mëdha që ka kjo shoqëri. Sepse ashtu duhet filloj pra kjo. Po se ka një zgjim për zërin e hoxhës, po s'ka një zgjim për problemet që ka të mëdha. Kështu fillojnë pra, kështu fillojnë. Shikoj themi këtë gjë. A më mend kur ishim të vegjël, brezat ton i lidhshin macës së qenit kanaçe ja dilin. Bë provë sot me fëmijët e sotëm. Nuk të lejojnë me prek një macë një qen. Je kthy ke fillu një sens tjetër. Ne patëm shku në pikën 0, ne s'kishim respekt për asnjë gjë.